përshëndes Manuel Neuer me këtë këngë. Ti nuk ishe pse ta bëje këtë muhabet, sepse ti e di mjaft mirë që çunat ja lanë Dortmundit. Po, sigurisht janë këto interpretimet e tifozëve kështu të zjatë, ose e shitur ose e ka lënë, por nuk ka problem. Ja lanë, se çat keq ka që t'ja lënë, se ka që drejt është bota e futbollit. Po pra pikërisht. S'është e drejtë. S'është e drejtë, se shajnë vetëm shqiptarët. Dhe nuk do të ishte e drejtë ta fitonte Bayerni, prandaj edhe po them që po, sepse Dortmundi e myti Bayernin për gjithë ato që pa ndeshjen, por ne s'do flasim vetëm për këtë. Po nuk do të flasim vetëm për këtë sepse nuk pëlqen fare të flasim për këtë, prandaj edhe e devion muhabetin e shpejt. Hajde, do të flasim për Dortmund se ti s'e ke pas ndeshjen. Çfarë themi, unë e pash ndeshjen. Ç'a e pe? Unë pash një pjesë të parë të Barcelonës diku te 4-5-0 dhe ika pasaj pash Bayern. Për çfarë thu këtë për presion? Jo, po për çfarë ma thu? Po ma përmend kështu 5-0. Si nuk do të flasim vetëm për futboll sepse është një ditë e dhimbshme për Mateon. Po. E lem që të kënaqet me 3-8 dhe me shumë informacione të cilat do t'i kemi deri në orën 21, kështu që ju ftojmë të jeni pjesë e emisionit tonë. Të jeni pjesë e emisionit tonë. Si ma ke kaluar një herë? Sepse më mirë, bëj qavërs, mirë. Ishe në shkollë? Mirë. Po. Sot si shkoj? Si ditët, jo si ditët tjerë isha në shkollë. Po? Mirë. Si gjithë. Çfarë lëndë bëre sot? Statistikë sociale. Statistikë sociale? Statistikë sociale. Çfarë është ajo eksaktësisht? Është shumë me shifra, me gjëra. E kuptoj. Për zotin. Na e kështu problema. Do t'rregoj që unë pas ke hyrë thellë. Që unë i marr me mik gjërat e tjera, po nuk është kështu, nuk është e vërtetë absolutisht. Ti e dike që për sa kohë është statistik pra që ka dhe shifra. Absolutisht. Kjo është pjesa që bëhet. Si fillim, kaq, pastaj pak më vonë. Si 6 mujor të parë për atë duhet. Ti mund thua që unë s'di statistika, po do flas në statistika gjatë emisionit sot, se kam marrë këtu me statistika për pagën minimale shqiptare në krahasim me pagat e tjera. Kam marrë këtu me statistika për treguar se sa vende pune të reja do hapen tani. Kam marrë këtu me statistika për treguar ty dhe gjithë tjerëve që Ministria e Miqënies Sociale do hapi kualifikime për gjithë zejtarët. Ka marrë këtu me statistika. Duket se ke ngatruar shok dha. Je për të Blend Fevziu. Më fal vlla, po nese. Unë do t'i them këto, ti e the për Blend Fevziu. Edhe ne merremi me disa gjëra. Me çik muzikë, mirë që mos vazhdosh të flasësh me shifra ti. Paolo Nutini është kënga dhe Scream. Paolo Nutini është artist. Ja u erdhëm përsëri, ja unë des dhe drita e kuqe që ne e kuptojmë që ne jemi duke u ndjekur live, për dhe kur shif dritën e kuqe, kur e shef, se jo kur e shif, të kujtohet gjithmonë Vodafone. Vodafone që na shoqëron nga fillimi deri në fund, me gjithë ofertat dhe eventet që organizon, ju e dini mjaft mirë spotet vërdale dhe Vodafone.al për t'i kuptuar të gjitha. Mirë, për mos u zgjatur shumë e rrjetet tona sociale, të gjitha kaluan poshtë, na ka zënë gjua lesh duke ju thënë se duhet na ndiqni sepse realisht ka shumë evente ndryshme. Megjithatë, në Med Albania në Facebook kemi postuar një temë, një foto në fakt, që mund ta shihni në këto momente dhe ju pyesim se cila është historia më e shpeshtë që ju është thënë kur keni qenë të vegjël. Pra, sigurisht që të gjithë jemi rritur me histori të kësaj natyre, vazhdojmë duke u rritur dhe duke dëgjuar historinë në fakt, por në vend i dëgjojmë nga gjyshja, apo nga prindrit, i dëgjojmë nga politikanët dhe prandaj dhe i votojmë. Politikani mirë është ai që di të thotë histori të bukura dhe t'i tregojë mirë. Duhet një moshë të caktuar që ti kapësh çik ato prallët e politikanëve. Jo. Është çik e vështirë, domethënë. Sa më i vogël ti je, aq më prallë të duket. Po, sigurisht. Aq më interesante. Pastaj kur kalonte, po, gjyshja ime, nona, se ne nga Tirana kështu i themi, ka pas treguar një prallë me hajduta. Me gjysma gjela, me gjona kështu që vidhte, nuk e di, gjithë gjërat vidhnin, vidhte mish, vidhte kështu, nuk e kuptoj se ma tregote me hajduta. Se kuptoj. Se ma tregote. Me hajduta? Po, shkonin, vidhnin, vidhte kapte aji, që mos t'i vidhnin. Mos ishte Alibaba me 40 hajdutët më rgomar? Jo, ka qenë një kështu prallë shqiptare. Është prallë shqiptare? Po, me dvjedhme. Nuk e kuptoj nona pse ma tregoj këtë prallë. Ndërkohë që kur isha i vogël edhe gjyshja ime tentonte të më thoshte pralla, vetëm që kam qenë një fëmijë shumë kurioz. Tapat ke veshi? Dhe e niste, jo, kam qenë shumë kurioz dhe bëja shumë pyetje. Edhe e niste gjyshja kështu, ishte një herë një bari. Pse ishte? Kush ishte ky bari? Miço. Po, Miço. Edhe iku në pyll, pse iku në pyll që të kullose dhënd? Po ku i gjeti dhënd ai? Po dhënd ja kishte lënë babai. Po babai ku i kishte marrë dhënd? Babajt i kishte pjell një dele, i bëri shumë dele, vazhdoj. Po pastaj vajti në pyll, te cili pyll? Te pylli sa tëmet ke qenë gjyshja se më nxive jetën. Prit të bëj nëna një çaj me ashash Rudit, bite në gjumë të martë në qotë djellën. Një teke e kam pas që i vogël kështu, vazhdoj ta kem. Na shkruan juve se çfarë prallë kanë treguar kur keni qenë të vegjël, ne do t'i lexojmë pak më vonë këtu, ikim, para se t'i ikim ose
Se thash në fillim Desharrova se ne themi rrjetet e miqënies sociale. Po? Por tani kemi një lajm nga Ministria e Miqënies Sociale që do bëhet panajiri, ka nisur sot me datë 29, deri në 1 maj është panajiri punës zotri. Në pallat të kongreseve do shkosh atje, 5.000 vende të reja pune, plot 60 kompani. Merr si vin me vete, shkon atje. Shan hallër atje, çat ditë punon se shqiptari kur e pyesin çat ditë me bosh mësuan shtëpi gjitha. Po, e bën. Ku bëhet panajiri? Te pallati i kongreseve. Si ai që bëhet çdo vit. Po, që funksionojnë gjithsej 50-60 veta. Vende pune. E kemi parë. Në fakt në këto kora të arta që biznesi privat në Shqipëri lullëzon, sigurisht që ka nevojë shumë për punësim. Vjen keq domethënë. E vetmja mënyrë që të hapen 5.000 vende pune është që të heqen nga puna 10.000 tjerë. 10.000 tjerë. Ndërkohë, ne vazhdojmë me tuna Mos harroni si vit edhe tesrat e parë. Nuk futëm në këto thellat e shifrave. Ja! Amor, hati. Amor, se më bëre si Andrea Stefani, po. Qash vllai, një palshyze duhen edhe ana çmendë, po. Andrea Stefani është më i majta e majta. Më i majta e majta. E majta e shef këtu. E majta këtë kokën ta shoh. Majta e shef andej. Ai është di papam. Nëse do flasim për atë. Ore, si ka mundsi një sekondë, ore, se do flasim të pra. Ore, çka ke nxiton ti? Do ikësh, ke ndonjë hall, ke ndonjë problem, duam bajeni. O zotri. Ore, një sekondë. Nuk ka mundësi të dëgjosh analist dhe nuk ka mundësi të shohësh vërdall mendjet elitare të realitetit shqiptar që të jenë kaq të politizuar, domethënë. Nuk ka mundësi. Ore, del tjetri thot, ore, del politikani thot. Del njëri dhe thot, shiko, se realisht shifrat që kemi në këto momente thot janë me të vërtetë ulta. Shkaqet e emigracionit. Ku i ke gjetë më? Të shqiptarëve janë sepse, po themi, pagat janë të ulta. Ku i ke gjetë më? Po sepse i ka trashëguar nga ajo qeveri. More mirë, mora vesh tani, po flasim se çfarë është tani. Po mos ishte ai, nuk do të kishte ndodhur ashtu. Po mirë, mo iku e kaluara tani, çfarë do të bëjmë? Ta dini që faji është absolutisht i atij kanceri shoqërisë. Po mirë mor zemre vogël, mirë mor, po se jetë analist. Po mirë mor të mora vesh. Po tani ç'do bëjmë? Jo. Po skuptuam kush është fajtori, por e morëm vesh mor. Ka humb, me vota humbi, apo vazhdon. Po aty. Ka raste. Rikthehemi tani të flasim se pse. Po pse ta mbaroj tash ky lloj emigracioni. Ka raste ku del politikani maj dhe thotë që po, e kemi gabim, do ta rregullojmë. Ku e ke gabim ti? Ti e ke shumë mirë, edhe kështu të vazhdosh, se shumë mirë e ke. Ai jam mush menin që ka mirë. Tani kthehemi, meqense përmendë dha atë që emigracioni etj, pse ikin njerëzit, dalin ato me kostume të mirë, të lartë, të shplar. Nuk është arsyeja që këtu po ikin se është rroga ulët. Nuk është arsyeja që këtu po ikin se etj. Po, ajo është arsyeja sepse jemi ti e ke Terezi vlla. Po, ajo është arsyeja që po ikin sepse ne kemi rrogën minimale më të ulët në Europë. Po, dhe në rajon. Pak nuk është se kemi rrogën më të ullët në Europë, mund të ketë vende tjera si Moldavia, në fakt që ka akoma më të ullët rrogën, por me gjithatë. Eurostati e ka nxjerrë këtë, unë s'po gënjetën. Eurostati, ja ku i ketë, them edhe e ke dhe aty, me shifra vlla, e kenë 157 euro paga minimale për një person në Shqipëri. Pas nesh vjen vendet e Europës. Bullgaria 184. Si? Në vendet e rajonit ballkaniket ne jemi më të ultët. Më të ultët. Por në të gjithë Europën nuk ekziston vetëm Ballkani apo vendet perëndimore. Po flasim për shtete Gambia. Po flasim për shtete që Moldavia nuk është në Kinë. Tu. Nëse nuk ka problem, për sa i përket lajmi është ky, për sa i përket se është bërë komplet si analizi, kemi dhënë një diagram atje dhe flet për kurvat e uljes dhe ngritjes e kështu me radhë. Për ato bëj dy atje dhe bëu analist, por për tek sa duhet thënë që në të gjithë rajonin kemi pagat më të ulta, 187 ka Bullgaria, 184 ka Bullgaria. 184 fal Bullgaria, pastaj 214 është Maqedonia, 235 Serbia, 288 euro paga minimale në Maltëzi. Ndërsa mungojnë gjithat dënat për Kosovën, sepse normalisht Kosova kanë përshtypjen është më poshtë dhe se ne. Shumë keq është Luksemburgu me pagën minimale më të lartë në Europë është Luksemburgu. Po normale, domethënë 6000 vende pune, 3000 banor, normale, 1923 euro. Është Belgjika me Holandë që kanë 1502 euro, Gjermania ku po ikim neve 1473 euro. Fakt nuk e kuptoj pse nuk është e përfshirë Zvicra në këtë apo. Po nuk numërohen. Sepse janë me franga ata. Nuk numërohen.
nuk thjesht kaq na duhet që një shifër nxjerr nga Eurostati që është zyrtare, tregon mjaft mirë gjendjen që tani nuk mund të justifikosh ti që nuk ka rëndësi gjendja ekonomike që po ikin ato. Pse kush është tani? S'po e kuptoj. Janë një sër faktorësh në fakt, dihet që Shqipëria nuk është se ka qenë një ekonomia më e fortë, kemi trashëguar siç thonë të majtët, por përtej kësaj duhet thënë që problemi më i madh në Shqipëri është kur dëgjon dhe kam përshtypjen jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet, kur shef ata siç edhe ti, burrat e kollandrisur të cilët dalin dhe flasin për arsye po themi teorike dhe imagjinare se pse largohen njerëzit, se kush është fajtori për këtë. Po ky realitet që jetojmë i bën njerëzit fajtor. Papunësia, se me të vërtetë është 157. Por disa nuk e kanë as mundësinë që ta kenë këtë rrogë minimale. Di çfarë pëlqen mua? Janë ca ndërkombëtar që vinë këtu dhe thonë që arsyeja kryesore arsyeja kryesore që po ikin është që nuk e majta dhe djathta janë shumë të ashpër me njëri. Aman më uleni bashkë në kafe, më pini kafe. Ulen ata gjithkohës dreka darka bashkan. Pa ju lutem, publikojeni. Problemi më i madh që kemi ne nuk është që të japim bukë këtyre të shkretëve. Neve të shkretëve, sakt me këto pagat minimale, po të ngopim ata që kanë... Ma vinë shopping këtu, edhe ja këpusin fund, po zhvilloni, avash, rrofshta. Qa thot, vazhdojnë me Europianet ti? Po vazhdoj, pra se vinë këtu edhe na bëjnë sigur, nuk i dim në ato që thojnë ato. Tashi, e diti? Po. Për çaj me rrogën e Europiani që vjen këtu? Sepse shteti nga i cili vjen ka mundësi që t'japi një rrogë. Se ne i shohim kështu ato, sigur, janë shpëtimi. Ma nuk i shef me njeri, po jo. O zot, aman, ju lutem, kur të bëjmë zgjedhje, hajde rrini aty, numëroni votat që mos ta vidhen. Mirë, vazhdoj me Mr. Props the Waves. Do merrim ato. Paktën janë nga ato raste që të kujtojnë që ka paksa humanizëm. Ka pak njerëz të mirë me pak lek me vete, njerëz të mirë me pak lek me vete. Erdi prapë, që kemi quajtur të mizën? Me Taulant. Taulanti s'na le, po jemë Taulanti, ja ndryshojmë emrin se Taulanti është Xhaka më kur. Po si një emër tjetër. Veja. Bulku. Recep. I vëm Bulku? Po pse Bulku? Po Bulku. Ja. U largu miza me këtë këngën. Themi pak të rasti i humanizmit. Demonët, jo më mizën. Po, rikthemi të rasti i humanizmit, ku në Angli një kamariere, cila kishte një faturë 9.53 sterlina, i ka quar faturën zotris, ndërkohë që është surprizuar dhe ka postuar një foto në një rrjet social, ku ka thënë pra që jam surprizuar dhe kam shpërthyer në lot sa kam shkuar në kuzhinë. Pse? Kush ka qenë shkaku? Shkaku ka qenë ky pra. Në një faturë 9.53 sterlina, pra i ka lënë një bakshish 200 pound. Bravo. Dhe shkakun arsyen pra e ka shkruar pas sterlinës, pra e ka shkruar një 2-3 fjali pra, e meritoi maksimalisht lëvizje shpirt në studio, duke se ra tërmet. A që ka Berti andej. Është Berti. Si shpër, ka dalë nga mbrapa andej dhe lëviz. Nise, e lem Bertin se ka punën e vet, po arsyeja kishte thënë që më falë, dhe më thënë që të përgjova, sepse ai kishte përgjuar faktikisht, po kishte dëgjuar teksa kamarier, po i tregonte hallin një shoqe e vet që ju duheshin lekët për të vizituar fëmijën. Dhe ai kishte thënë që urdhë 200 pound nga unë edhe shko vizitoj fëmijën. Kamarier kishte prit me lot këtë lajm, kishte nxjerrë edhe në Facebook, kështu që ka akoma njerëz të mirë që bëjnë humanizëm, edhe këtu në Shqipëri. Ti kishte lënë numrin e telefonit ai. Po janë hallë të tjera këtu në Shqipëri. Na 200 pound vizitoj çun dhe kur të marrosh hajde në xhiro. Shko të blesh gjysmë buke dhe të qanë gjithë hallet e ditës mirë, po gjithë hallet e vitit ajo që të shet bukën, shko të blesh 2 vezë, qanë hallet me atë. Mund të jetë në zonën tuaj që jeni kështu Tiranës të vjetër, që njiheni me njëri tjetrin kështu se po ju keni asmërir, a? Në Komunë Parisit nuk flet njeri. Pse s'flet? As komshiu, po janë krajina të ndryshme. Vërtet jemi jugor. Ku e ble bukën ti ke fjerë? Sa janë nga që jo, unë e blej në Korçë bukën. Në Korçë e bën mirë, a? Janë korçarë ata që e blejnë bukën, janë si një oazë, po themi se atje zonë fjerake. Pse ato janë muhabetçi këto korçarët, korçarët, muhabetçi. Po. Po ata janë hallt vet. Kanë jetuar në Greqi si gjysma e Komunës Parisit. Ose në Itali. Pse gjua dytë zyrtare është greqishtja në Komunë Parisit. Interesante. Oj, interesante, jam mësuar edhe gjëra. I ftojmë gjithë ata grekët që vinë. Po. I ftojmë gjithë grekët që vinë në Shqipëri që të jetojnë në Komunë Parisit sepse gjua e dytë është greqishtja. Aq shumë emigrant ka që janë kthyer. Gjithsesi, ikim me Albanin. Albanin mos e çkemi.
Është moment që të lexojmë komentet tuaja, por para se të lexojmë duhet të falenderojmë Vodafonin që bën gjithashtu si juve dhe mua të mundur që ju të komentoni të lexoj komentet tuaja, po jo vetëm kaq. Mund të flisni në telefon, minuta, sekonda, mesazhe etj. Ja Rudi, ja është efekti i tregës që Rudi rin telefon. Me çim po flet aty? Na bëj publik. Jo për të tjerë, unë s'tu ta ngjoj. Byllë veshët? Hombre, mi hola, por favor, Byllë mi veshët. hola. Akord. E lam, do e shoh në YouTube pastaj. Granta Buçka për temën tonë, na komenton që të themi te komentuesi. Po i shoh dhe unë koment. Çfarë pralle ka dëgjuar më shumë kur ka qenë e vogël, thotë më shumë kam dëgjuar Mamadhia dhe Kecat. Aurelia Sora thotë tani është për Mamasita. Mamasita. Aurelia Sora thotë historia e Dhelprës me Iriqin. Si është historia e Dhelprës me Iriqin? Po ja, ishte Dhelpra, ishte dhe Iriqi. Po, dhe? Goxha model flokësh pas ke bërë, rrofsh plako, qethen te Sandri në blok. Po ti bish plum, i thot Dhelpra. Kështu. Florida Çaushi thot 50 Shades of Grey. Ta kanë treguar që të vogël, ë? Clinton Cane thot Barcaleta plus 18. Viola Vio thot me Irushen pralla më tepër me princ dhe mbret princesha ra në gjumë për 100 vjet dhe vetëm një gjë që mund ta zgjonte ishte ai që për të kreat vjetra apo si mendoni ju që una Rudi është shumë i zgjuar, unë shkoj në vit të parë kurse ti më thua në 9 vjeçare provokim kjo. Është live. Je gati për martesë Saram. Është Viola. Kristiana, do mërzite që i the ashtu. Kristiana Shtembari thot 7 xhuxhat me Borbardhën. Jona Zelia thot pralla me gjysmën e gjelit, te kam një gjuhë dhe unë me Hajdutin Allah. Evelyn Matox thot Çufoja dhe Bubi Kaçurrel. Eduard Polieshi thot Barcelona, vazhdo. Ashtu. Adela Pira thot pralla me gjysmën gjelit, thot me Gjola Marcelo thot pralla, Gogoli dhe në fund historitë e shumta të kohës parë që s'kishin të sosur në netet pa drita. Rudi Mateu ju përshëndes. Esi Ana thot Nastradini, Kolopuçi Ote thot ajo e Qerosit. Pralla Qerosit që është bërë realitet. Është princi. Elia Zana thot prradha pa fund, por ajo që dëgjoja me kënaqësi çdo natë ishte pralla një vajze jetime. Angela Zëqendro thot Keca dhe ujku dhe historitë e gjyshit, si për shembull çfarë bën lepuri kur mbush 6 vjeç. Desada thot ujku dhe kësër kuqe, Visa thot pralla të Arushit. Anais Vasa thot kësul kuqa, Gjeni Kumargjo thot histori që më trego plaku për para arsit. Shif, histori që më trego plaku thot për para arsit tanë të ratës tonë. Ka arrit deri te majmunët apo më afër do? Flavia thot Kecave dhe ujkut, Gerta Budini thot es me juj. Mamadhia dhe 7 Keca thot Klea Baku, Anisa Kënisa thot Borbardhën ku ma tregonte gjyshim Gjes Drek Dark. Deni Denisa thot Qerosin, Nastradini, Mamadhia me 7 Keca Derkucat më të pëlqyerat. Arnis Senka thot për trofet e mira. Dhe ti është 3 vjeç vëlla, se në 2007 në ka marrë të fundit. Anita thot prralla pa fund, thot kaq. Elona Liu thot himnin e Interit, s'kisha nevojë për një ninull tjetër. Kam përshtypjen këta të Interit deri në vitin 2010 tregonin prrallën se si kishte fituar Champions-in Interi. 45. Ligena Duriçi thot ajo e Macës me Miun ju përshëndet çuna thot Dezi Bano Borbardhën me 7 xhuxhat. Enea ime thot gjysma gjelit, Thirrën Loni thot historia që kam dëgjuar më shumë është Alibaba me 400 hajdut. Këto janë disa nga komentet, ju falenderojmë që keni komentuar. Po pa fund e dëgjoj me Dirama me 145 hajdut. 140 e tjerë, po këto historitë me A ke dëshirë të ndëgjosh më? Po pra, prandaj është prrallë se po të dëgjoj. Se po të dëgjojmë, mikim, dëgjojmë muzikë të mirë. Jo këtë, dëgjojmë muzikë të mirë. Më në fund, është lajmi ditës, është lajmi ditës. Flit paga ullët, jo rritet paga, jo hap vene pune, jo ashu. Që na duhet ne? Aman, vetëm shkoj stresi me noizin mirë. Dhe tjera të regulohen, dhe të ka dalë dhe shpreje. Tashi, kur not në i gjo, aman më të shkoj noizin me stresin mirë. Të kena shtetin. Tjera të vine ikin, e? Tjera të vine ikin. Më në fund, noizi dhe stresi nuk kanë marrë misia, pas i bën shumë dise njëri tjetrit. Tha që nuk ka shumë duan, janë shok. Ku e konstatuam diçka tjetër? Se tha noizi për stresin, ka talenta ideali. Ka thonë, le të vazhdoj muzikën, është i talentuar, kaq. Ai dha miratimi stresi noizi. Po, stresi tha, okay, nuk bëjnë më fjalë, janë shok. Mirë mo tani, stresi thjesht ka thënë për noizin që ka talent. Po. Po noizi që ka thënë për stresin? Po ka thënë. Si po? Po. Qa ti thotë? Jo, a ka pasu një reagim, do një deklarat, në një po ka drejt ai? Asnjë. Ti të thush për mu ka talent edhe unë them po ke drejt.
Po t'jetë një formë pajtimi. Po pra pajtimi kaq është që nuk kanë reaguar keq. Thjesht ai ka thënë që po tash se është stili i popistit, nuk mund të thonë ato po faleminderit. Mos përgatisin terrenin për të bërë një bashkëpunim. Po çfarë s'bën vakit? Edhe le drjuzimin Noizin e tjerë edhe dolën foto bashk. Ku dolën? Dolën foto më. Se është fut një kështu. A thua të bëjnë koalicion? Jo. Tendrat e koalicionit i ka marrë një parti tjetër, nuk s'bën koalicion. Po pse mo jo, po të bëjnë koalicion kanë goxha. E harxhoi Nart Ndoka koalicion. Kanë goxha elektoratorët, i bashkosh dy. Sa vota. O ti arme si e kanë ata stresit, se harroj gjithë. Si e kanë? TBA. Po. TBA me OTR bëhet parti politike super. Bëhet parti politike, po çdo që zvotojnë. Se ato që ndjekën janë 13, 16. Jo, se ka të rritur pse? Po mirë, ka të rritur, po jo shumë. Po do rriten ata. Ja, për 2-3 vjet u bën. Do rriten, po fillojnë gjojnë Xhavit Deden, se do ku rriten. Jo, nuk shkëputen me ata. Po sa bukur, stresi me Noizin, parti politike. Kush e di sa votues nuk kapin. Merr, nuk e di çfarë. Dhe i rregullojnë gjitha. Para që do të bëjnë kam përshtypjen duhet të jetë legalizimi i kanabisit. Jo, se përdorin. Nuk merr më shumë. Nuk kanë me Koço Kokdhima. I ndihmon Koço. Ndihmon Koço. Koalicion Noizi Stresi Koço Kokdhima. Ndërtesa në anë deti. Prit, atë mos e thujti. Tek e bari. Nëse fitojnë ato, mund të shkojë edhe Nart Ndoga, se shkon. Kushdo që fiton. Nart Ndoga nuk pranon. S'pranohet. Po Nart Ndoga është filozof tani më merret. Po i më ndoshta se edhe këto tash i tekstit po janë filozofike. Nart Ndoga është shiko, mbase tani që po e mendoj. Një gjuhë spanjolle, se këndojnë anglisht, shqip, jo, Noizi duhet të jetë shumë mirë në gjuhën spanjolle. Pse? Tani po se këndon kështu si tip. Apo pra, si regaton. Do ndihmoj ky. Ua, sa çka krye vepre. Investitor Koço Kokdhima, tekstshkrues Nart Ndoga, dhe këngëtar Noizi dhe Stresi. Per. Ja. Ta fitojnë në këta ben këtojnë zgjedhjet. S'po diskutohet. Atë shu, rikëthyhen ato kohë të arta më matë, të zanaqive me shkollë. Se njëre i kohë i kemi pas zanaci me shkollë, shofer me shkollë. Kush ne? Inxhinier me shkollë. Në kohën e Xhaxhit. Ndërtues me shkollë, murator me shkollë. Ndërtues. Mund ta thuash se është fjalë më e bukur, po siç e paralajmëruam që në fillim, edhe tani do ta zhvillojmë, do ta analizojmë, sepse ka nevojë për një analizë shumë të gjerë. Çfarë kanë ndodhur? Në fund miratohet dhe projekt ligji për zejtarin. Pra, siç e the edhe ti Rudizmo, nuk do ketë më teknik lavatriçesh e çdo zanat tjetër, elektricistë e tjerë që mësohet me të një gjume. Por do kualifikohen. Të gjitha këto profesione me të një gjume mat do t'jenë ato që janë, po themi, më pak të rëndësishme si inxhinieria mekanike, mjekësia, juridiku. Këto janë kështu me të një gjume. Pastaj, kurse këto tjerët e për zejtari. Është ai momenti që mbaron 5 vjet shkollë juridik, bën dhe masterin dhe thot eksperiencë pune? Është si jo kam me të dëgjuar, kupton? Ku ta gjej, vllai në shkollë? Po pra, duhet. Nëse por tani këta elektricistë shumë me radhë duhet ta kenë me të prekme, jo me të dëgjuar. Ta kenë me të prekme, absolutisht, duhet të kualifikohesh. Nuk e di se çfarë etapash ndjek që të kualifikohesh, po duhet të jesh i kualifikuar. Po, do të dish anglisht, kompjuter. Ti je mirë këto. Po kur ishte pjesa kompjuter, duhet dish kompjuter. Si ta di kompjuterin? Bëj kurs valla. Duhet dish kompjuter. Duhet dish kompjuter dhe bën kurs për kompjuter. Ti vino di kompjuter? Nuk di kompjuter vini. Ka mbaruar për IT, po nuk di kompjuter. Si duhet kompjuteri aty se pastaj ça? Un kam mësuar kompjuter, se kisha kompjuter që i vogël. Nga to të bardhë dhe qëtë mëdheja. Po. Luan tjetri letra nga mjesi deri në darkë, po kompjuterin unë... Ki është mausi? Ki është monitor? Ekran? Ekran, jo monitor. Ki është ekran i vogël, se s'është si televizor. Po? Të janë butonat që shkruan... Ku shkruan? Apo se s'di të shkruan? Shkruan në ekran, e imran. Shtip këto? I shtip, del në ekran ajo. Këlltap, Kjo gjeja këtu poshtë? Qa është ajo? është duhet ta ndes njëra atë, shtip një buton të madh atje, po s'u ndes kjo s'punojnë tjerat. Kishte ca njerëz që der von fare, kompjuteri. Kompjuter. Për ato kompjuteri ishte monitori. Se shihnin si të madh dhe kujtonin si ishte gjëja kryesore. Ore Gomar, po ta them që kjo është kompjuter. Ore ata morën ekranin monitorin e kompjuterit dhe donin ta vinin punë. Pse s'punon kjo, unë kam parë në internet kafe që kjo ndizet. Ore, po duhet pjesa tjetër, futen priz, më futen priz. E ke fut prizë, po këtë
Gjën pse ka ishte fishi që lidhej me njësin poshtë. Po këtë pse ka? Mos duhet lidh me televizorin? Merë lidh monitorin e kompjuterit me televizor. Ure kam parë që ata kanë atë. Po ere, kanë dhe atë. Mungon. Blita stjerën blidhe mouse nuk ishin njësin. Ore si vjetë pun monitori. Si nizë. Nese historia e kompjuterit, por për te i kësaj për të rikthyer pak të profesionet dhe zanatçinj, pra të gjithë elektricist, elektraut, robaqepës, ku diun këpucar, zejtar, certifikat zotri, merr certifikatën. Po ku do të shkollojnë ta matë se nuk te institucioni adekuat. Janë shkolla profesionale të cilat janë hapur. Pra zoti Erion Velia ju interesua, tha një herë kohë që duhet para se ta lejë detyrën, do ketë kurse, do marr certifikatën, ku e merr tekniku lavatriçe, teknik lavatriçe, hidrauliku është hidraulik, etj. Gjitha janë të shkolluar me letra, me dokumenta, vaj, filtra, pa kilometra, të gjitha e kenë qese. Deri hidrauliku. Pra më e vështirë do të jesh të mbarosh për elektricisë sa për mjekësi. Kush ta jep elektricistin? Kush ta jep? Diplom. Shqiptarët janë fokusuar gjithë që të bëjnë shkolla të larta, por realisht ato që i shugim ka projekt 6 vjet. Ato që kanë më shumë të ardhura në Shqipëri në këto momente janë zanatet. Kjo është e sigurt, domethënë, nuk gjen me hidraulikore. Me thjesht është gjesh avokat dhe më lirë të shkon të marrësh një avokat për çezmën, se të marrësh hidraulikun të rregullosh. Tak për çezmën. Një pllakaxhi, domethënë, dy shok, dy vëllezër ata, njëri u bë pllakaxhi, tjetri mbaroi mjekësi. I merr lek borxh çdo muaj mjeku. Normal. Është biznesi, është biznesi. Do merresh me apandesitra ti. Ja me pllaka, punë e pastër. Shot me down. Shot me down. Bate forte o tambor, galera! Janë ato turshme që qojnë, ti qenë me zorë këtë dasë në përcim. Është ai që nuk di si të lëviz në trupin e tij. Chiquitao! Dinte vetëm pjesën e Chiquita. Si. Baci bambo! Chapindata pantata chamba ala machandava ala chantamba ala chamata chapata ala chapata la bada la bachapata la sataniam se samba Baci bambo! E c'era chiquita! Baci bambo! Chiquita! Ai, bella! Okej. Të dashur teleshikues, ky është emisioni tonë. Përse falenderoj miqtë tanë të fundit cilit na mbështesin gjithmonë emisionin tonë. Absolutisht nga fillimi deri në fund Vodafone.al dhe spotet vërdat. Ne tani do ikim, ne do ritakohemi absolutisht, por mos harroni Med Hip Hop District Party Part 3 pjesa 3 Gigo DJ Flow të ejnëten tek Mumia, mos e harro. Frydhe dali se kanë ngeli çiku. Javën e ardhshme, muajin e ardhshëm, derisa të plotësoni kushtet e kontratës tuaj.